Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar sekretaren e gruas për qeveri teknike të Partisë Shpresa Demokrate, zonjën Naime Gjogenca. Zonja Naime, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Sot do ta nisim nga aktualiteti. Do të bëjmë një bashkëbisedim. Zonja sekretare, sipas portale Frite që PD-ja ju bën thirrje për bashkim të gjitha partive që të formojnë qeveri teknike. Për cilën qeveri teknike bëhet fjalë? Zonja sekretare. Përshëndetje gjithëve, mirë se u kem gjetë. Një vit të mbar ju uroj gjithë shqiptarëve brenda dhe jashtë trojeve. Një vit i begat me probleme sa më shpejt të zgjidhura dhe me paqe dashuri në çdo familje shqiptare. Ka një javë 10 ditë që kanë plas portale, gjitha portalet televizive, qeveria teknike, bashkimi, llapaj qenë dhjetor të protesta, të dalë të bothire. Kështu që, Partia Demokratike ka dalë me një njoftim dhe ju bën thirrje gjitha forcave politike të bashkohem, të rrëzojmë ramën dhe të formojmë qeverinë teknike. Ne ju bëjmë me dije dhe ju bëjmë thirrje gjitha forcave politike, mos u lodhni mu bashkue, se të gjitha të bashkume jeni, të gjitha një jeni. Shpresa Demokrate e ka të formuar me qeverinë. Ne kemi qeverinë me ministra me çdo pozicion, secili ka të caktuar. Dhe janë ministra çuna dhe goca të mrekullueshëm, intelektual, brenda dhe jashtë gjitha territoreve. Ne nuk jena Shpresa Demokrate e Shqipërisë, po jena Shpresa Demokrate e trojeve të Shqipërisë natyrale. Kosovë, Maqedoni, Malizi dhe Shqipëri. Prandaj, thirrjet i bajnë që janë të një partije, një interesi, edhe pse kanë emra të ndryshëm partish. Cili është vizioni kryesor i Partisë Shpresa Demokrate për të ardhmen? Vizioni kryesor i Shpresës Demokrate është bashkimi trojeve tona, që është synimi kryesor troje tona. Jemi vetë një shtet në botë që kufizojmë njëri me tjetrin, vllau me vllain e motra me vllain. Prandaj, pikësynimi kryesor janë troje tona, Shqipëria jonë, poshtë-krimi, korrupsioni, tjetërsimi pronave, vrasje, zhdukjet, dhe ne jena Shpresa Demokrate, shpresa të përsekutumve 45 vjeçare. Shpresa e familjeve nevoj, shpresa familjeve që ju kanë zhduk fëmija, shpresa familjeve dhe rinis që po shkon dhe po manë botën, po ndërtojnë botën. Prandaj, Shpresa Demokrate, me ministrat nga gjitha trojet e veta, jemi e ardhmja e kombit. Jemi themelimi dhe regjistrimi dhe integrimi i kombit shqiptar. Çdo detyrë e caktuar do arrihet aty ku ka vendin. As Partia Demokratike, as Partia Socialiste, as llapaj me shokët e hypi, nuk formojnë qeveri teknike, vetëm kjo që është e formuar e Shpresës Demokrate, e zotit dhe profesor doktor Pëllum Pilinçit, me një grup perfekt, ideal, intelektual në këtë Shpresë Demokrate. A jeni ju gati për përgjegjësi të reja? Jo vetëm personalisht. Shpresa Demokrate, secila ministri ka grupet e punës, ka funksionet e veta, ka detyrat e veta, ka grupet e veta. Unë të grupi jam, të funksioni jam, i kam kryer gjitha obligimet. Po ne si Shpresë Demokrate, jem të gjitha ministrit të gatshme dhe i kanë me projekte, me programe të gatshme. Vetëm është momenti që të dalin në pa. Janë të dalën në pa. Të mundohen sa të donë, forcat politike, me thonë që do ndërtojmë qeverinë teknike. Ata nuk bëjnë qeveri teknike. Me se bëni Albin Kurti në Kosovë qeveri. Të kenë shumë kujdes. Shqipëria është e shqiptarëve, nuk është e tradhtarëve, nuk është as e rusit, as e serbit, as e grekit. Është e shqiptarit që punon për Shqipërinë, jo shqiptarit që punon për të tjerët. Prandaj, ne jemi të gatshëm, ne kemi tëna institucionet e formume, ne kemi grupet e punës të tëna, kemi çuna dhe goca mu trajnue dhe kanë ardhur tepër të përgatitur. Prandaj, Shpresa Demokrate është shpresa e kombit, as i forcë politike tjetër. Sa efektive është qeveria? Zonja gazetare, qeveria teknike ti e din shumë mirë që është 100% fiktive dhe ti e din shumë mirë që qeveria teknike ka marrë funksionet, secili ka marrë funksionet e veta, çdo sekretar ka grupin e punës, ka menaxherët e çdo se neve punojmë me kushtetutë amerikane dhe nuk quhen ministra, po quhen sekretar. Prandaj ne kena mbas kushtetutës amerikane, secili ka marrë pozicionet dhe vendet e veta dhe ne jemi në punë. Nuk jemi në gjumë. Ta di një herë e mirë të gjitha forcat politike, ne jemi në punë, nuk jemi në gjumë. Por në këtë qeveri teknike, ta din mirë forcat politike mbrenda dhe jashtë territoreve të Shqipërisë,
që Shpresa Demokrate i ka ministrat nga Kosova, ka ministrat nga Macedonia, ka ministrat nga Malizi, djelë të mrekullueshëm, familjar të mrekullueshëm, ka dhe nga Çamëria, që vjen nga Greqia për të marrë dhe me drejtu vendin e vetë. Janë çuna dhe goca që vinë për çdo javë, shkojnë vinë dhe bëjnë vetëm këtë punë. Prandaj, ju bëjmë me dije popullit shqiptar, ju bëjmë me dije shqiptarëve në Kosovë, Maqedoni, Malzi, kudo që janë. Edhe në Shqipëri që ka fillu Valavica, Maduros me shumë gjana. Të gjithë do shkojnë aty ku kanë vendin. Gjitha prona dy kthejnë shqiptarëve. Shpresa Demokrate, në moment që të fillojnë punën, do fillojnë me ditën e parë të 19-s. Jetë ka është bërë pachavure që 19-ën e sot dhe që 1924 në 19-ën. A jeni zëri i qytetarit apo i pushtetit? Shpresa Demokrate është zëri i qytetarit. Nuk quhem shpresë demokratike as nuk jem parti me gishta. Po jem partia interesit, jem partia kombit, jena partia shqiptarizmit. Është partia me hapur që mund të ekzistojnë. Këtu fiton ai që din me dhanë. Këtu konkuron se cili për të kap vendin, për të punuar, për të drejtuar. Nuk pyet kush sa fakultete ke, pyet sa tru ke, sa bo për vendin, sa interesosh për kombin tonë. Prandaj, Shpresa Demokrate është shpresa e kombit. Profesor doktor Pëllum Pëllingji ju bën thirrje çdo ditë, çdo moment. Do të hecin Shqipëria përpara. Këto 5 vite janë 5 vitet e kombit shqiptar. Janë 5 vitet që do zhdukin një herë mirë. Krimin, korrupsionin, vjedhjet, tjetërsimin e çdo gjaje që ka ndodhur për 35 vite në kombin shqiptar. Ai që ka tokën e vet se gëzon tokën e vet. Ai që ka shtëpinë e vet s'ka mujt me shkujt shtëpinë e vet. Ai që jeton në vendin e vet është musafir në vendin e vet. Vetëm e vetëm nga drejtimi politikës të krimit dhe korrupsionit. Kanë qenë politikan të paguam, e kanë studiu mirë Katovicën për 2 vite, për shkatru kombin, për shkatru 500 fabrika, dhe Shpresa Demokrate, parimet kryesore ka, ndërtime uzinash dhe fabrikash, që rinjat vinë këtu, të punojnë vendin e vetë, ndërtojnë vendin e vetë, jetikin rrugave të botës, si që ka bo politika 35 viteve. Prandaj, te Shpresa Demokrate kini shpresat, te Shpresa Demokrate është vendi integrimi dhe zhvillimi i kombit. A ka kjo parti guxim për ndryshim? Kjo parti e ka pas, e ka dhe do ta ketë. Dhe ndryshimi është nga dita në ditë. Pak rëndësi ka. Forcat politike, ku e din që po luajnë do ujna, fillojnë dhe dalin me tema të reja. Çdo moment del një Maduro, harrojnë këto krimet dhe dosjet, ka 16.000 faqe e 100.000 faqe. Sepse se janë të gjithë përlyem në ato faqe, të gjithë në ato vjedhe, në ato krime dhe habiten. Gjithë gazetarët nuk flasin për Shpresën Demokrate, për vendin, për kombin, po flasin për biznesmenin, për politikanin, për aksionet e budallëshet e vjedhjet e tyre. Pse nuk fol një herë për vendin e juaj? Për zhvillimin e juaj. Pse nuk doli një biznesmen me ndërtu një uzinë, një fabrikë në tokën e vet, në Shqipërinë e vet? Kush është ai biznesmen që ka punë familje prej bote me integrua, me zhvillua vendin e vet, me kulturën e tyre? Komunikoj një fëmijë që është shkolluar në botë me i fëmijë këto. Ato do ta bëjnë, ato e bëjmë ne, ato e kem program ne, dhe ato jem duke bërë çdo ditë na. Ata do vinë, do bien ndryshimin, integrimin, zhvillimin të vendit, të kombit, të dheut dhe Shqipërisë natyrale. A keni ju një mesazh për shikuesit tanë? Mesazhi më i bukur është që gjithë shqiptarët që treguan në zgjedhjet e pushtetit vendor të 4 bashkive që u ban, nuk marrin pjesë as 4%. Prandaj, shqiptarët e dinë shumë mirë që 2 forcat politike me gjithë deg tjera të janis me Republikane, Parti Çamëri e tjera, janë të gjitha një. Dhe populli di shumë mirë, nuk shkon zgjedhje, nuk merr pjesë në zgjedhje me këto forca politike se din që janë një dhe vetëm një. Mesazhi është, mos u gutni popull. Shpresa Demokrate është e juaja. Shpresa Demokrate është ajo që do ju japin çdo të drejtë të pronës, të lirisë, të familjes, të kombit, të integrimit. Si sekretare e gruas që je, a ke një mesazh për gruan? Gruasi kam bërë thirrje gjithmonë si nanë që jam, gratë shqiptare janë heroina, gratë shqiptare janë punëtore në fabrika, në uzina, në fasoneri, kudo, janë në shkollë, ke nana që punojnë në njekin shkollat, ke vajza studente. Gruaja shqiptare është ajo që ka ndërtuar, ka majt kombin, ka integru vendin, dhe sot tu ku jem sot që në konjë i lirëve pellazge, jem këta fal gruas dhe heroinave legjendare që ka kombi jonë. Jeni të mrekullueshme, kaq ditë ju them. Zonja sekretare, falenderoj për intervistën. Faleminderit, shumë punë të reja dhe të mëdha na presin. Të dashur shikues, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.